Me që përmendë NATO, po e shikojmë gjithë, po e shofim evropianët dhe nësë parë. Ne do të këshim parë shumë vite në parë, po ikën. Beni, atëhere, pas ka pasur, po tankët ku do përdorin, në përmalja apo do përdorish në ultrasin përndimore? Atëhere, unë po ju them vendosjen e brigadeve të tankëve, Shkodra. Për fushën e nën Shkodrës? Laçi, Zallherri, Sauku, Vora. 5 brigada deri tash. Deri tash. Elbasani. 6. Berati. 7. Lushnja. 8. Fieri. 9. Gjirokastra. 10. Vlorë se kishit lënë asnjë tank? Jo, po ku do shkojnë Vlorë? Fier do. Ku do shkojnë Vlorë? Ku do zbarkojnë Vlorë që ku do shkojnë? Mbyllet në Nartë. Nartë mbyllet. S'është drejtim strategjik. Mund të jetë drejtim operativ vetëm për të kapë Vlorë. Ama më ka thënë edhe diçka një oficer tankist. Përveç disa batalioneve autonome që ka pas Tropoja, Peshkopia, Kuksi, batalione autonome tankës. Ama ka thënë edhe diçka shumë kurioze një shef armatimi. Është vështirë të përdoret tanku në ulësirën tonë perëndimore, sepse janë tanket të rëndë dhe fundosen. Do më thënë mund të zbarkohen vetëm tanku i tyre. I tyre, pra. Tanku i tyre ndërsa tanku jonë, jo, të mesëm kanë qenë ato, 36 tonë vinin. Këta perëndimorët janë 50 plus, por qënë si ka. Tanku i tyre, sepse tanku jonë e kishe të përgatitur pikën e kalimit të tankut. Kanalet e mëdhenj Vatitës, Kullus, tanët, fushën e Myzeqes, fushën e Laçit këtej. Nga drejtimin për në Bregdet, e kishin 50 gradë dhe të dilshin andej e kishin 30 gradë, më pak se 30 gradë, të betonuar, të betonarmuar. Dhe ata e dinin se ku ishin pikat e kalimit të tankeve. Dhe sa kundërshtarët, tankët kundërshtarët, kur të vinin dhe në qofë se do të gjenin këtër, nuk e kalonin dot, se ishte 60 gradë, nuk e njistin dot. Do ngelin atë. Tanket tona e kalonin dhe kishte çdo kamën i tankësh, 9 tanke, një pikë të tillë. Ku dilta? Pra, tanket tonë kishin 2 detyra. Detyra e parë ishte shkatrimi, azisimi i desantit ajror. Prandaj në fushën e Tiranës ishin 3 brigada tankesh në një zonë shumë vogël të nxënësisë operative. Po do dalësh në të trele shikon se sa e vogël. 3 brigada tankesh. Një brigadë tankista. Një në Laç, 4 brigada tankesh, 1 në Laç, 1 në Zallherë, 1 në Vorë, 1 në Sauk. Vetëm për Tiranën ishin 3 në formë trekëndësi. Qa do lloj desante ajror tillë do azisojnë në mënyrë. Po përveç kësaj, këto 3 brigada tankesh kishin dhe 3 brigada artillerisë të kalibrit të madh, 122, 130 dhe 152 mm. Sa breza mbrojtje kishte nga vija e Kufirit deri për të arritur në Tiranë? Ato quhen rajone mbrojtje. Rajoni mbrojtjes i batalionit, mitralier, tepër i fortifikuar. Pra, sa pengesë kalon? 6 vija bunkerësh kishte një rajon i fortifikuar, tepër i fortifikuar. Vetëm një batalion ka pas 6 në thellësi. Ndërsa brezi i mbrojtjes i brigadës dhe i divizionit ka pasur akoma më thellësi. Prandaj thua ti që ishte tepër i fortifikuar. Rusët në rastin më të mirë në një territor 120.000 km2, domethënë 4 herë më të madhe maksimumin 3 breza arritën për të mbrojtur Mariupolin. Si të lutem, nuk ishte brez, ishte vi transhesh me pengesat kundër tanke përpara. Nuk quhet breze. E qartë më mirë, dakord. Quhet një vije fortifikuar. Ashtu e quhetën ata më, prandaj po e them unë sigur, se s'kam qenë. Po ju them që unë nuk di rast tjetër të ndërtimit të këtë vijave të fortifikuara në botë t'i afrohet këtij tonit. I thoshin vija Maginot, vija Mannerheim, vija Siegfried, vija Stalin. Jo, ato të gjitha kanë pasur një të çarë. Kishin një pikë të dobët. Pika e dobët e tyre ishte, konceptimi i tyre ishte bazuar mbi, si të themi, fortifikime gjigante të mëdha. Lineare. Dhe fortifikime
Këto fortifikime njeri nga tjetri ishin goxha larg dhe mbuloheshin me zjarr artillerie. Po rezultoi që pika më e fortifikuar e luftës dytë botërore ka qenë një pikë e fortifikuar belge që quhej Ben Emael. Ajo mbante brenda një regjiment 1500 veta, kishte disa dhjetra mitralozë, disa 18 topa kryka zjarri dhe 1500 ushtarë që shërbenin ndaj këtyre dhjetra mitralozë, le të themi 50 mitralozë. Ishte disa katër në tokë me ushtime. E pa ajo pushtua vetëm nga 60 parashutistë, sepse ata nuk parashikonin ta nxirrnin ushtarin belg nga fortifikimi dhe të jepte kundër sulme nga ana. Ndërsa kurse ju na kishte llogaritur mish për top, po, ndërsa këtu përveç zjarrit ishte, prandaj quhej mbrojtje pozicionale aktive. Përveç zjarrit ishte edhe kundër sulmi. Fillonte me kundër sulmin dhe mbaronte me kundër. Beno, kam iden që edhe lufta e droneve këtu te neve nuk ashtu, se me sa malje që kemi kur dua të shkoj nga një herë filmoj me dron, ka satelit. Prisë lidhje. Kam frikë edhe kjo lufta moderne nuk pi ujë këtu te neve. Shikoni djali me Armani kur shkon, vende i zë, vende si zë vala e dronit. Pika jonë më e fortë, ju thash doktrinë mbrojtëse, pika jonë më e fortë për mbrojtjen ka qenë batalionet artmitraliere. Batalioni artmitralier ishte një repart gjigant, ku kishte 3 kompani mitraliere, 1 kompani automatikse, kishte kompaninë e mortajave, kompaninë kundër tanke, me topa kundër tank dhe kompaninë kundër aerore. Ma ato si që e kishim neve. Granat Hells. Jo, Granat Hells, ai 120 mm. Jo, 75 mm kundër tank. 75. A ishte kundër tank ai? Kundër tank. Po, nuk është se... Që ishte si me gryk të zjeruar. Top pas mbrapsje 75 mm. Kopje kineze e një topi amerikan. Nuk ishte efektiv ai? Kundër tankeve modern, nuk ishte efektiv kundër tankut. Ka qenë efektiv kundër transportuesve të blinduar dhe kundër këtyre pikave të fortifikuara, fushore. Dhe llogaritë këto kompanit mitraliere, një kompani kishte 3x3 9 skuadra. 9 skuadra, një skuadrë e ati organizimi kishte 3 mitralozë atrën. Pra, 11 veta ishte skuadra, 3... 2,7? Jo, 7,62 herë 54 mm, mitralozë atrën shumë të fuqishëm. Dhe kompaninë automatikse, në qoftë se kundërshtari do arrinte në mes ati ferri plumbash dhe predhash për balë, do arrite të deportonte, kompania automatikse, që kishte 120 veta, vetëm automatik dhe mitralozë të lehtë, jepte kundër sulm nga kraft. T'ju tregoj dhe 2 minuta një që para se të diplomoshim oficerë në aqonin praktik në reparte ushtarake. Edhe mua me disa shok të tjerë më qëlloj që të shkoja të bëja praktikën tek batalioni mitralier X Amilit. Nuk do them emra se unë i kam shkruajtur ato. Nuk do them emrin e komandit batalionit dhe shefit stabit batalionit atje. Nëse do të tregoj një të bukur për kësa mitin. Kur gjatë kohës që kryeja praktikën atje, u dha kjo sinjali i provës së gatishmërisë luftarake, që do të thuhet që për 4 orë të kompletohej batalioni. Me gjithçka të shkonin në bunker dhe të ishin gati për hapjen e zjarrit. Unë galeri 21 vjeç. Edhe më thot komandanti i batalionit, bashkë me shefin e shtabit, Arben merre këtë kompaninë se s'po na vjen ai komandanti i kompanisë, edhe lutem ti çosh nga kësa mili aty në breg të zenë bunkeret. Edhe unë galeri dhe fillova duke u fol atyre rezervistëve, që shpejt se erdhi greku, ja të kështë Korfuzi, po vjen greku shpejt, i thosha unë atyre. Më dëgjoj e komandi batalionit, më dhate që këtu. Më së thuja shuta se këta të gjithë greka. Po mirë, i thash, po, si kam.
me një faqe kodre, të gjithur me ne, ishin kjo komania automatikse. Dhe tha, po, këta vijës parë, grek janë, shikon këta këtu, tha, këta janë qoben shqiptarë, tha. Më kam ndodhur një në vitet kur kam banuar në Saran në 78-ën, mbytet një vapor grek me bostan, dhe pikës vrojtimit duken si helmeta, se ishte natë. Në bostanët jeshil, po rryma po i bide drejt Shqipërisë, dhe u shpall alarm u tumë Saranda, më nuk kam qenë i vogël, dhe kështu që dhe më tregon një miku im, i cili është në Amerikë, Arben Deda, i cili ka komshi një grek, i cili është nga këto ishujt e vegjël të Korfuzit, që janë që edhe u bë sherri për çështjen e hartës detare. Dhe ai thot, peshkotarë që kur dilnim në det për të peshkuar, kishim frikë të kthenim edhe kokën nga Shqipëria, janë të çmendur, thoshta të qellojnë ata, thotë. Ka të rusin, pas flasin për flotën mëse. Po, pastaj, atëherë, vim në ditët e sotme. Jemi në momentin që po vihet në dyshim NATO-ja dhe artikulli 5 i saj. Do me thënë, në rastin më të mirë, tje ke thënë edhe më përpara me diplomaci, 2 javë duhet ja dalin vetë sa t'ju lëm kohë atyre miqve që të vinë. Mirë po, pak si vështirë të vinë miqtë, se thonë, trima mbauni ju jeni vije pari që jo, pastaj kur të vinë të ne, ja u të regojmë me qepin. Sa të marim ne vendimin politik, t'ja transmetojmë komandës së bashkuar të NATO-s, dhe komanda e bashkuar e NATO-s ka 5 ditë në dispozicion që të dislokoj forcat në rajonin e luftimeve, jo t'i hedh në luftim, t'i afroj aty një, pastaj, pra, ne edhe në qofse... Do me thënë mua do më duke e çuditshme që një portugez ose lituanez të vinte të vritej për neve. Do vinë ata, do të dislokohen aty, po ta lem këtë variant, po marrim variantin më të mirë për ne. A i s'është varianti mirë për mua, po ka qenë për politikën dhe i tashi më i miri. Aktivizimin e plot të nenit 5. Brenda 24 orëve u morë vendimi politik, i udhëheqësve të NATO-s, në rast që u sulmua Shqipëria dhe është sulmuar NATO. Sepse kur na sulmoi Italia, ishin të gjithë për peshkim dhe nuk i ranë në mendja asnjërit. Ju thash, komanda e bashkuar do 5 ditë kohë, ka në dispozicion 5 ditë kohë që të ofroj të forcat e ndërhyrjes së shpejtë që kanë dispozicion në Evropë, në rajonin e luftimeve. Po nga që ata janë të shkallës shumë të madhe, këta Amerikanët apo dhe tjerët, rajonin e luftimeve nuk quajnë Shqipërinë, se është shumë e vogël, quajnë Italinë, do i afrojnë Italinë, pastaj të shohim e bëjmë të vinë në Shqipëri, apo dhe në Greqi. Dhe duhet 6 ditë kohë. Ne 6 ditë nuk konkretisht me gjendjen e sotme ka filluar modernizimi i ushtrisë. Janë porositur sistemet e rearmësh, bazuar mbi luftën në Ukrainë. Janë porosit sistemet e rearmësh. Shpresoj që të kenë ardhur apo të vinë sa më shpejt, po tash radha për sistemet e armëve është bërë shumë e gjatë, shumë e madhe. Ka filluar, pra, leadershipi jonë politik dhe ushtarak. Unë më tepër e kam me ushtarakët tanë se sa me... Duhet të përtasin ata, thotë. Janë ndërgjegjësuar që gjendja jonë operacionale është pa mjaftueshme, në rastin më të mirë pa mjaftueshme, dhe duhet forcuar ushtëria, duhet riarmatosur ushtëria, dhe duhet zgjeruar ushtëria, dhe duhet të mberen masa të tjera shtesë. Një nga masat, shtabi i përgjithshëm në Ministria e Mbrojtjes, mendoi rezervist. Është një nga masat.